Dhe ja ku jemi bashkë dashurmish në pjesën e parë të emisionit, unë i paralajmërova të gjithë të ftuarit. Kemi materiale të shumta sot për 2 orëshin tonë, sa jemi bashkë prej orës 16 deri në ora 18. Ju e dini terminin tonë të rregullt, me të ftuar të shumë, me reportazhet e përgatitura në terren, gjithmonë duke sjellur përgjigjet e të gjitha pyetjeve tuaja që na shkruani, e shqetësimeve tuaja që i keni. Ka qenë një shqetësim i madh, sidomos ditëve të fundit, ka ndikuar shumë edhe vdekja e papritur e këngëtarit të mirënjohur shqiptar nga Maqedonia, Shpat Kasapi, e cila është diskutuar shumë, madje është rritur kërkesa për të lexuar lajme për sëmundjet e zemrës, për sulmin e papritur, për problemet kardiake të lindura, ato gjenetike, ato të trashëguara, ato të cilat i shkaktojmë nga jo disiplina të cilën e bëjmë nga rutina jonë e ditës, e shumë kërkesa tjera në Google të cilat algoritmi ka sjellë në muret e secilit prej rrjeteve sociale. Sëmundjet këto, të cilat jemi munduar ndër vitet i trajtojmë edhe tek familja jonë, por do të mundohemi të jemi edhe me praktik, edhe me të shkurt, edhe me të qartë, në mënyrë që të paktën parandalimi të jetë pjesë e këtyre problematikave, sepse sa do që t'i parandalojmë ose t'i diagnostikojmë herët, edhe përfundimet me fatalitet mund të jenë një numër më i vogël në përqindje më të vogël. Së bashku me doktorin Arlind Batalli do të flasim pikërisht për këtë pjesë, për arrestet kardiake apo sëmundjet e papritura, e mos të themi deri tek vdekjet e papritura, tek të cilat shkaktari kryesor është zemra. Mirësejtë, doktor Arlind. Faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi me pas studio. Faleminderit shumë. Një kontribut shumë vjeçar me pacient, por prapë se prapë asnjëherë nuk është mjaftueshëm ose e tepër të flasim e të riflasim për një edukim të një prej organeve esenciale që ne jetojmë, që është zemra, edhe e cila shpesh din me na befasu. Unë jo rastësisht e tham që kur gjyshit tonë kanë thonë ka vdekur rap-tap, ka qenë një prej sëmundjeve që ndoshta pak e kanë hulumtu ose diagnostiku, por ka qenë zemra ajo që ka qenë shkaktari më i shpeshtë. Kur flasim për sëmundjet kardiovaskulare, e pashmangshme është një edhën nga organizata botërore e shëndetësisë dhe organizata tjera relevante, që është paksa dramatike, ku të dhëna tregojnë se afër 20 milion njerëz në vit vdesin nga sëmundjet kardiovaskulare. Gjysma prej këtyre vdekjeve janë vdekje të papritura, të ashtu quajtura kardiake, të cilat ndodhin jashtë institucioneve shëndetësore. Ndodhin në shtëpi, rrugë, në makinë, në stacion trenit, autobusëve, në vendet publike e tjera, po që në vdekje tek njerëzit cilët nuk kanë pas njohuri, që kanë sëmundje kardiovaskulare, dhe që vdesin brenda së paku 1 ore nga paraqitja e simptomave të para, apo vdesin me një arrest me një hershëm kardiak. A ka, më falë, doktor Arlind, është rrit, edhe është shumë shqetësuese sa është rrit numri të rinjeve që vdesin nga këto atake. A ka simptome që të rinjet i neglizhojnë, se tha që 1 orë ma herët? A ka dhe shenja paraprake që mund t'i njohim pak, një ndryshim? Është fakt që kemi një rritje të numrit të vdekjeve të papritura tek të rinjët, për arsye të ndryshme. Shkaktarët e vdekjeve të papritura janë multifaktoriale, dhe shumë faktorë mund të shkaktojnë vdekje të papritur. Por kur flasim të moshat e reja, këtu prinë një grupi sëmundjeve, që na i quajmë sëmundje gjenetike apo të trashëguara, të cilët mund të shkaktojnë, apo këta njerëz lindin me sëmundje primare, domethënë gjenetike, të muskulit të zemrës, është një sëmundje që quhet kardiomiopatia hipertrofike, u kemi një trashje të murit të zemrës dhe ndryshim strukturës zemrës, që mund të jetë predispozuese për aritmi të rrezikshme, që mund me shkaktu vdekjet e papritur. Pastaj janë disa çrregullime që ne i quajmë çrregullime të ritmit, apo që populli quajnë si aritmi, ku janë çrregullime të përçimit, është një sëmundje e lindur që ne i quajmë Brugata syndrom. Mandej një long kute, për mësë me lodha audiencën me terminologji mjekësore, po janë çrregullime të cilat
mund të përkëtësohen me aritmi dhe me vdekje të papritur. Një numër i konsiderueshëm i këtij grupit pacientëve nuk kanë simptome dhe manifestimin e parë mund me pas dramatik arrestin kardiorespirator. Jo çdo vdekje që na quajmë vdekje papritur mund të përfundoj me vdekje. Nëse reagimi është i shpejt, i menjëhershëm, i paramedikëve apo profesionistëve mjekësor, qoftë me defibrilim, masazh kardiorespiratore, ka pacienta që i mbjetojnë vdekjes papritur edhe te këto raste. Por fatkeqësisht një numër i konsiderueshëm nuk mund ta marrin apo nuk janë afër një institucioni shëndetësor apo mjekëve profesionistë që mund të intervenojnë në reanimimin kardiopulmonar. Një grup i pacientëve gjithashtu mund të kenë ankesa paralajmëruese, të cilat mund të tregojnë që diçka nuk po shkon në rregull me sistemin e tyre kardiovaskular. Për shembull, një lodhje e paspjegueshme, një intolerancë ushtrimore, një lëvizje e vogël apo një aktivitet i vogël fizik mund të shkaktojë marramendje, lodhje, plagështi, tërraura të çrregullta, na i quajmë palpitacione, tërraura të shpejta, pastaj një shtrëngim në gjoks, një rëndim në gjoks, diskomfort në gjoks, një djersitje, mundim që mund të manifestohet edhe me forma ekuivalente me dhimbje në gjoksit. Të gjitha këto mund të jenë simptome dhe shenja të cilat paralajmërojnë që diçka nuk po shkon. Prandaj kërkohet një evaluim kardiovaskular te ky grup i njerëzve që kanë këto ankesa paralajmëruese. Se janë kryesisht, nuk po thamë në përgjithësi, po kryesisht identifikohen rastet kur janë gjenetike ose smundje të lindura, vetëm kur është një ngjarje e rëndë, kur ndodh një problem shëndetësor dhe nuk i identifikojnë. A është qaq e vështirë? A jetohet qaq lehtë me probleme të lindura të zemrës? Po këto janë probleme latente, na i quajmë të fshehta, tinzare, të heshtura. Amerikanët e quajnë silent killer, vrasës të heshtur, të cilat thashë më herët nuk janë manifeste, që kjo bën dramatike situatën, edhe shpesh na ndodh një sportist i cili ka gëzuar shëndet shumë të mirë, ka lozë futboll në një ditë të caktuar, kolla bën në stadium, në fush, edhe mbet pa shenja jetë, thuhet ai s'ka pas asnjë ankesë, nuk ka pas asgjë, ka luajt, ka gëzuar shëndet, po në fakt ai nuk ka gëzuar shëndet të mirë sepse ka pas një smundje që mora shembull kardiomiopatin hipertrofike, e cila manifestimin e parë ka pas fatkeqësisht një arrest kardiorespirator për shkak të çrregullimi maljen të ritmit. Prandaj duhet fokus për këto raste. Këta me smundje gjenetike, me smundje trashëguara, gjithmonë kanë një histori, anamnezën e tyre familjare. Prandaj një anamnezë e mirë ose një informacion që dikush nga familja ka pas vdekje të papritur në moshë të re, atëherë tek këta njerëz duhet fokus, duhet një screening, duhet depistim, kontrolla edhe nëse nuk kanë ankesa. Një kontroll e thjeshtë te kardiologu mund t'i zbuloj shumicën e këtyre çrregullimeve të lindura. Një eho e thjeshtë mund ta zbuloj kardiomiopatin hipertrofike, një EKG e thjeshtë mund t'i zbuloj këto çrregullime të ritmit apo këtë rrezikshmëri për çrregullime të ritmit që përmenda më herët. Po. Doktor Arlen, të lëmë anash këta që kanë gjenetike, trashëgimi, dhe të fokusohemi tek të rinjt, por jo vetëm të rinjt, tek personat të cilët i shkaktojnë nga stili jetës smundjet e zemrës. Pra, shumë mirë tha. Ky është një grup i pacientëve që po na ngresh shqetësim komunitetit kardiologjik. Kohëve të fundit kemi një rritje të numrit të pacientëve të cilët po psojnë atak kardiak në moshë të re. Kemi pas 25 vjeçar, 30 vjeçar, 40, 45, çdo herë më shumë po kena këtë grup mosh, me infarkt akut të miokardit dhe na kemi mundu me i stratifiku rrezikun e tyre nga çfarë faktor të riskut kanë, shumica atyre kanë qenë duhanxhinj, njerëz me inaktivitet fizik, obez, sidomos duhanpirja ka një rol shumë të rëndësishëm, por edhe këta kanë një bazë gjenetike. Edhe te këta
njëri nga prindërit mund të ketë pasur smundje koronare, e cila mandej është trashëguar predispozita, mandej me faktorë të rrezikut që çdo herë më shumë janë të pranishëm, ushqimi i pashëndetshëm, përdorimi i substancave stimuluese, gjithashtu drogave të ndryshme mund të jenë një nxitës i këtyre smundjeve koronare, duke shkaktuar dëmtimet e endotelit, të enëve të gjakut dhe duke përshpejtuar kështu procesin e aterosklerozës, e cila është shkaktari numër 1 i smundjes koronare. Te këta pacient të moshave të reja, vlen të cekët, infarkti gjithmonë është më agresiv, sepse mekanizmat adaptiv nuk i kanë të zhvilluar, sepse janë mosha të reja, edhe nuk kanë pas smundje të shumta kronike, prandaj edhe këto smundje mund të përfundojnë me fatalitet, infarkte fatale, që mund me shkudet në arrest kardiorespirator dhe përfundim fatale. Kanë ato pllakat aterosklerotike shpeshherë jo stabile, cilat në një moment caktuar mund të shkaktojnë një tromb i cili mbyll enën e gjakut dhe shkakton një infarkt masiv. Dhe këta persona, doktor Alin, të cilët po e tham janë vetë shkaktar të smundjes të vet, kemi simptoma më të dukshme të ndryshimit të tyre, qoftë frymëmarrje, qoftë krejt këto që i përmendëm më herët. Jo domosdoshmërisht. A janë më të dukshme? A jo? Mund të jenë edhe këta asimptomatik për një kohë caktuar. Mund të kenë ndoshta ankesa të cilat fillojnë mi neglizhu me kohën. Tashmë një rëndim në gjaks, një dhimbje gjoksit, gjatë aktivitetit fizik, apo edhe në qetësi, të rarura të çrregullta të zemrës, palpitacione, vështirësim frymëmarrje në kushtet e aktivitetit fizik, po i neglizhojnë edhe mund të atëherë përfundojnë me fatalitet apo të përjetojnë një infarkt akut të miokardit. Po, kjo ndodh shumë shpesh, e ndëgjojmë, ndoshta nuk i përket shumë shkencës sa i përket pjesës emocionale, po kemi ndëgjuar ose kur thuhet ka vdek filani sepse nga mërzia që ka humb këtë antar. A lodhet zemra din qatë pikë sa me pushu së punuari nga ndjesia emocionale? Po, stresi mund të jetë si stres kronik, i vazhdueshëm, që është po ashtu një faktor i rëndësishëm, po është edhe ashtu quajtur stresi akut, stresi më njëhershëm, pikëllimi e tjera, që mund të shkaktojnë mund të prodhojnë gjendje kardiake, qoftë në formë të ne i quajmë Takotsubo kardiomiopati apo zemra thyer, ta shkaktojnë një gjendje që është ngjashme me infarktin akut të miokardit, e cila mund të përkeçohet me çrregullime të ritmit, apo pacienti veç ka smundje ekzistuese, ka dëmtime të enëve të gjakut, ka enë gjakur të mbyllura, dhe i mjafton një faktor shtesë stresi akut që t'ja shkaktoj një gjendje akute kardiovaskulare. Në ndërkohë, ushqimi është pjesa tjetër që shkakton po ashtu smundje të ndryshme kardiovaskulare, sidomos menyt tona tradicionale. Pjesë shumë e rëndësishme e stilit tonë të jetës, mënyrat e ushqyerit, sidomos kjo është shumë individuale, varësisht nga faktorët e rrezikut që i ka pacienti, nëse një i ri e ka një faktor të rrezikut, faktorin gjenetik që është i pamodifikueshëm, nuk mund të ndryshohet, dhe ai bën një stil të jetës jo të mirë, ushqehet me ushqime të shpejta, me ushqime nga skara, me ushqime që kanë nivele të larta të yndyrës, sheqernave. Atëherë kuptohet që ka një faktor më shumë të riskut, edhe rritet rreziku për evente kardiovaskulare. Prandaj edhe ne rekomandojmë dieta të balancuara për të rinjët. Një nga dietat më të studiuara është dieta mesdhetare, ku bazohet më shumë në ushqime që kanë më pak përmbajtje të mishit të kuq, më pak yndyrna, më shumë të fokusohen në mishin e peshkut, në vajin e ullirit, në fruta, perime,
Domethënë ushqime të cilat kanë përmbajtje më të vogël të ashtu quajtura yndyra të këqija. Yndyra të këqija, po. Në ndërkohë, si popull jemi konsumues goxha të mëdhej të çajit dhe kafes. A mund të jenë tjerë shkaktar të sëmundjeve të zemrës, të cilat mund të rrezikojnë shëndetin e saj? Absolutisht jo. Çaji dhe kafja nuk janë shkaktar të sëmundjeve të zemrës. Shpesh ekzistojnë mite që piva një çaj më ngrit tensioni, apo piva një kafe më ngrit tensioni. As kafja dhe as çaji nuk shkaktojnë sëmundje kardiovaskulare. Nëse teprohet me sasinë e kafes dhe çajit, aty ka përbërje të kofeinës, mund të shkaktohet një takikardi, e cila është kalimtar. Kuptohet, çdo gjë duhet të mirret me masë, formë që mos shkakton efekte anësore, por shkaktar drejt për drejt apo indirekt të sëmundjeve kardiovaskulare nuk janë. Mirë, se tash mund të ashtojmë kafen ose çajin, se nutricionistët për analin. Lena, sidomos pjesë e emisionit që është. E diskutojmë edhe me Lenin. Edhe mas emisionit. Do të aftojmë Lenin bashkë me juve një ditë. Në ndërkohë është se cili prind mund dohet jeti kujdesshëm me fëmijët, me i pa ndryshimet edhe fatkeqësisht edhe rastet e fëmijëve me sëmundje të zemrës janë të shpeshta. Edhe tash nuk po du me marrë barën prej mjekëve që nuk e kanë diagnostikuar më herët pas lindjes, por hajtë t'jalojnë barën prindërve. Cilat janë shenjat që një fëmijë kur fillon shkollën, kur fillon aktivitetet më të shpeshta fizike, mund të japë që ai mund të ketë probleme kardiovaskulare? Zakonisht të fëmijët, manifestimi i sëmundjeve kardiovaskulare bëhet qysh herët, në formë të ashtu quajtur ne quajmë cianozë, mavjosje, sidomos kur kemi transpozicione të strukturave të zemrës, apo probleme me valvulat e zemrës që janë të lindura. Ajo që mund të shihet në fillim të fëmija është një mavjosje përreth buzëve, në mukoza, në vesh, dhe më vonë mund të vrejnë edhe një aktivitet i vështirë fizik. Domethënë, aktivitetet fizike i shkaktojnë frymëzanie, lodhje, po mendoj që kjo më shumë është kish pas me qenë një temë diskutimit me një pediatër, kardiolog pediatër, cilët e kanë një temë kanë e studiojnë më shumë. Po prapë se prapë nuk mëj me të lëshu pa ta bësi pyetje, sepse pyetjet janë të pafundme, ne zakonisht i paralajmërojmë mjekë që kanë marrë studio edhe nuk mundemi me i neglizhu secilin prej tyre, sepse kanë shumë respekt veçantë për secilin mendim që jepet nga kjo studio. Nuk e di a është mit apo përkrah edhe shkenca, sa mund të jetë paralajmërim kur je mirë me shëndet, por si kur e ndjen një therrje, si thonë ana, po më therr zemra. A therr zemra, doktor Arlind? Jo, zemra nuk therr. Nuk therr. Është formë ashtu që na atipike e dhimbjes së gjoksit, e cila nuk ndërlidhet me sëmundjet kardiovaskulare, zakonisht therrja, kjo ndjesia e therrjes ju atribuohet problemeve muskulare. Po. Muskujt që gjenden mes të brinjeve mund të shkaktojnë këto ndjesinë e therrjes, ndjesinë e dhimbjes në një pikë, në një vend caktuar, e të cilat zakonisht nuk lidhen me problemet e zemrës. Po, kështu që nuk mund ta marrin një shenjë paralajmëruese shqetësuese. Jo. Nuk ndërlidhen me problemet. Po, doktor Arlind, unë e thash që është shumë e rëndësishme parandalimi, por në rastet më të këqija të paktën diagnostikimi i hershëm. Cilat janë metoda diagnostikuese të sëmundjeve të zemrës, të cilat si fillim i rekomandohet një pacientit? Përderisa deri tash patëm informacione që tingëllonin dramatike, kemi një lajm të mirë që shumica e sëmundjeve kardiovaskulare janë të parandalueshme, e shumë prej tyre janë të trajtueshme me sukses. Na në qendrën klinike universitare kemi të gjitha mundësitë për trajtimin, diagnostikimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Tu fillu nga një vizitë thjesht të një kardiolog, të dhënat anamnestike për historinë e sëmundjes, për simptomet që ka pacienti, janë shumë të rëndësishme, pastaj nga metodat jo invazive që na ato që realizohen ma lehtë, një EKG, një eho e zemrës, janë shumë të rëndësishme dhe një standard i lartë për diagnozën e sëmundjeve të zemrës, e deri te format më të avancuar që janë koronarografia, CT-ja, e deri tek rezonanca e zemrës, që po shpresoj që shumë shpejt ka me fillu realizu
edhe në qendrën klinike universitare, po shumë është rëndësishme edhe biokimia, laboratori, profili lipidik, niveli i yndyrnave në gjak, niveli i glikemis, të gjitha këto janë tregues të rëndësishëm, edhe na japin një mundësi për me identifiku faktorët e rrezikut. Shumë rëndësishme është me identifiku faktorët e rrezikut. Shpesh analizat, me që i përmende, shpesh analizat mund t'jenë një orientim edhe për mjekun familjar që trajton një pacient për lodhje ose çfarë do qoftë, që orientojnë. Cila analizë duhet jetë qajo bazë që duhet kur t'i bën një check-up ta ketë edhe ata me pa shëndetin e zemrës? Mjeku familjar ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse kontakti parë i pacientit është me mjekun familjar, dhe mjeku familjar është ai i cili e din cilin pacient duhet mi drejtu tek ne. Sakt. Shumë është e rëndësishme për secilin pacient, sidomos për mjekut familjar, me njoh numrat e atij pacienti që ka përpara. E cilat janë numrat e rëndësishëm që duhet mi njoft? Tensioni arterial, si e ka shtypjen e gjakut, prej analizave yndyrnat, sidomos fraksionet e yndyrnave që shohin shpeshher pacientët kur i marrin rezultat LDL, HDL, raporti i LDL-s dhe HDL-s, që është low density lipoprotein për me kështu me sqaru ma mirë. Ka shumë rëndësi numri i LDL-s, që është niveli i kësaj yndyre që ne quajmë yndyra keqe në gjak, që është tregues nëse një pacient ka hiperlipidemi apo jo. Pastaj niveli i trigliceridëve, që edhe kjo është një formë e yndyrës, po ashtu shumë është i rëndësishëm sa është niveli i trigliceridëve, dhe niveli i glikemis, që tregon nëse një pacient ka diabet apo rrezikohet nga diabeti apo është në intolerancë apo rezistencë insulinike. Këto janë vlerat standarde. Numrat që duhet i ketë. Numrat, po. Po ekzistojnë tash edhe disa faktorë që na i quajmë pavarur, që është shumë rëndësishme, është lipoproteina A. Tash ka filluar me bëu ma trendi, edhe shumica laboratorëve në Prishtinë realizojnë. Edhe kjo është një faktor i pavarur, edhe pse fatkeqësisht ende nuk ka ndonjë formë trajtimit nëse është ajo pozitive apo e lartë. Nuk ka ndonjë barë që ul nivelin e kësaj lipoproteine. Çfarë roli ka kjo? Kjo ka rol të rëndësishëm në metabolizmin e lipideve, por nëse është e lartë, atëherë është rol shumë negativ në zhvillimin e aterosklerozës. Po shumë rëndësishme me e ditë nëse kemi të lartë, sepse rritet fokusi. Edhe pacientët do të jenë më të kujdesshëm se dinë që kanë një faktor shtesë të rrezikut. Kush e rrit atë vlerë? Është gjenetike. Nëse rritet është gjenetike. Është një çrregullim gjenetik diku, edhe pacienti lind me atë vlerë të lartë, edhe mund të jetë edhe familjar, domethënë e gjithë familja mund ta kenë të rritur lipoproteinën. Prandaj një nga analizat që bëjnë atë që kërkojmë është edhe lipoproteina A. Nuk po të pyes për numrat saktë sepse i varësisht prej laboratoreve vlera referente sa është. Ka vlera referente të cilat dallojnë prej laboratorit në laborator, por kryesisht çdo pacient i cili LDL-n e ka më pak se 2.6, atëherë konsiderohet që të jetë normale. Por kjo është shumë e personalizuar, them sepse varet nga pacienti. Nëse një pacient që ka një problem shtesë, atëherë kjo vlerë vjen duke ul. Shoqata Evropiane e Kardiologëve tash ka filluar më bëu marrë sa përket këtyre katofave, numrave normal, ka filluar gjithmonë të ul ajo si për tensionin arterial, ashtu edhe për yndyrnat, kanë filluar të bëjnë më rigoros. Nëse një vlerë ka qenë normale para 5 ose 10 vite, tash sot nuk konsiderohet normale, konsiderohet e rritur, sepse studimet kanë treguar që edhe në ato vlera që janë konsideruar më herët normale, janë shkaktuar ndryshime në zemër edhe konsiderohen si faktor të rrezikut. Kjo ndoshta edhe për shkak të ndryshimit të cilit jetës, sepse jemi duke jetuar shumë më pashnetshëm se në kohën. Konsideroj që natë të jetu shumë më pashnetshëm, njerëzit më pak po lëvizin, po shohim sa kena makina në Prishtinë, pak bicikleta, shumë makina, pak njerëz shohim duke ecë, të gjithë në taksi ose në makina tyne. Edhe në market shkojmë me makinë. Kjo na bën me pas jetë më pashnetshme. Çka që kisha pas një lutje për njerëzit që të lëvizin më shumë, të angazhohen me një lëvizje, nëse nuk kanë kohë të lëvizin, spaku mos të dalin pa makinë, të lëvizin qytet pa makinë, kjo kish pas me qenë më shëndetshme për ta, sepse këto ditë ka qenë ajri pak sa i ndotur, kështu që kjo e vështirëson.
Edhe ma shumë. ecje në qytet. Mund të shkojnë në gym, fitness. Fitness, gym, futbol, basketbol, not, vetëm televizor. Kjo është e rëndësishme. Po du me qenë një pyetje në cilësinë e qytetarit thjesht, sepse krejt shqetësohemi për shëndetin tonë mas pari. Jemi disa persona ndërta edhe që kemi tensionin e gjakut shumë të ulët, edhe ata të tjerët që kanë tensionin e gjakut shumë të lartë. Kush rrezikohet më shumë prej smundjeve të zemrës? Definitivisht ata me tension të lartë të gjakut. Ata që kanë hipertension apo tension të lartë, ta shtojnë dy nocione. Unë me tha thjesht që... Po të ndryshme, sepse ata që kanë shtypjen apo tensionin mbi 120 me 80, mbi 125 me 85, sot me kualifikim të ri konsiderohet si tension i lartë, ndërsa ata që kanë mbi 140 apo 140 mbi 90 kualifikohet si hipertension. Edhe hipertension është faktor madhor i smundjeve kardiovaskulare, përkatësisht edhe smundjes koronare që përmendëm më herët. Këta me tension të ulët nuk kualifikohet si faktor rreziku tensioni i ulët, përkundrazi. Tensioni i ulët duhet të mirët në konsiderat nëse është simptomatik. Kuptimi, shkak të errësim të syve, lodhjet vazhdueshme, plagështi, kollabimet shpeshta, atëherë duhet të rritet fokusi dhe të gjinet shkaktari i atij hipotensioni, por si faktor i rrezikut nuk konsiderohet. Kjo mund të jetë më shumë shërim popullor që e përdorim, por pse jo mos me të pyet edhe me marrë një mendim profesional, ka shumë persona kur ju ngritet tensioni, para se me marrë hapin të cilën e kanë të shkruar nga mjeku, e marrin një thelb hudër, e konsumojnë. Sa e ul hudra me të vërtetën tensionin e lartë? Në këto raste definitivisht jo. Nëse ka një krizë hipertenzive apo vlera të larta të tensionit arterial, nuk kanë pas trajtim të mëhershëm, duhet të lajmërohen te mjeku familjar njëherë, mandej te eventualisht te një kardiolog, edhe t'ju përshkruhet terapia, të gjendet diagnoza, para se me fillu me trajtimet tradicionale, kuptohet trajtimet tradicionale kanë një rol të rëndësishëm, po duhet të shkohet së bashku me trajtimet që kanë evidencë mjekësore, na bazohen vetëm në trajtimet që ka evidencë mjekësore dhe ka studime për ato terapi dhe për ato borna që i përshkruajmë te pacientët. Po ndalemi te pacientat të cilët janë pak më të vetëdijshtuar rreth problematikave dhe rëndësisë së smundjeve të zemrës, parandalimit dhe të diagnostikimit të hershëm. Një smundje e zemrës e diagnostikuar në fazë të hershme, në kohë, a jeton ai person në një jetë cilësore njësoj? Padyshim që po, nëse një smundje diagnostikohet, kapet me kohë, atëherë edhe fillon trajtimi edhe parandalimi, masat parandaluese për mos më ndodh më keqja. Ta zëm më herët, po kthejna në fillim kur përmendëm këtë kardiomiopatin hipertrofike. Nëse identifikojmë një pacient me kardiomiopatin hipertrofike, edhe konsiderohet që është shumë i rrezikuar nga vdekja pa pritur, atëherë konsiderohet vendosja një pajisje që na quajmë ICD, e cila është ka një rol preventiv, që nëse ndodh një rregullim i ritmit që rrezikon ndaljen e zemrës, ajo pajisje reagon me një herë edhe kthen zemrën në punë normale. Kjo kishte pas me qenë një veprim parandalues. U kap me kohë, kemi vendosur pajisjen, e kemi parandaluar. Nëse kapim një smundje që mund të ketë smundje koronare, enëve të gjakut të zemrës, i kërkohet një koronarografi, identifikohet një enë mbyllur apo që është afërsisht e mbyllur, konsiderohet vendosja stentit, vendoset stenti, apo vendosen në terapi agresive që pengon mbylljen e më të thjeshme të enës së gjakut. Pastaj na sot kemi pacient që jetojnë me smundje të zemrës si kardiomiopatia dilatative, me pamjaftueshmëri të zemrës, të cilat me terapi të optimizuar jetojnë jetë kualitative dhe jetë të mirë. Sot fatmirësisht kanë avancuar metodat e trajtimit, nëse një pacient mrin me kohë në spital, mundësinë me vdekje ka më të vogël, duke falendëruar krejt gjitha këtyre metodave që sot që konsiderohen të reja dhe të avancuara për trajtimin e smundjeve të zemrës. Prandaj unë kisha bënë një lutje, apel për njerëzit që nëse nuk kanë simptome, ta kanë një fokus për sistemin kardiovaskular,
të shkojnë te mjeku, nëse nuk kanë ankesa, sidomos ata që konsiderojnë që kanë faktor të rrezikut apo që kanë simptome të cilat janë duke neglizhu, që kanë njëri nga anëtarët të familjes me sëmundje kardiovaskulare apo një vdekje e papritur e hershme në familje, në ngushtë, të shkojnë te mjeku, mjafton një analizë gjakut, një EKG, eventualisht një eho, për me gjetë nëse kanë edhe ata një sëmundje dhe kështu parandalojmë shumë raste me fatalitet që fatal, tragjik, si që përmendë në fillim rastin e këngëtarit. Ju e përmendë, doktor Alin, disa herë që nëse intervenohet herët mund edhe të shpëtohet një pacient, por të ndalemi tek pacientët të cilët fatkeqësisht nuk e kanë dikën afër dhe ndrojnë jetë në gjumë. Kjo koha kur ndrojnë jetë në gjumë, a janë disa orë në pyetje ku nëse ishim kanë dikush afër mund të kishim intervenu, apo ajo me të vërtet ka qenë pyetje sekondash? E keqja është aty se aty nuk e dim kur ka ndodhur vdekja, propos mjeku ligjor dhe që mund ta përcakton afërsisht kohën e vdekjes, kryesisht ndërlidhen me ato që përmenda me rregullimet e ritmit, që ndodhin brenda sekondash, një arrest kardiorespirator, edhe ndrojnë jetë sepse kuptohet s'kam pas mundësi m'ju afru dikush ndihmën, edhe kryesisht i ndihmë këto rastet ku thuhet e kanë gjetë në gjumë, kanë ndruar një në gjumë, po keqja është që nuk po realizohen autopsit në shumicën e raste. Duhet të bën autopsit. E gjitha rastet kur vdekja ndodh shpejt, brenda një ore, pa ankesa, pa gjeni që ka pa qenë smut më herë, duhet të bëhet autopsia sepse i ndihmon shumë familjes, i ndihmon shumë komunitetit, të gjithë neve, sepse nëse identifikohet shkaktari që ka qenë një smundje gjenetike, bëhet screeningu atë familjar tjerë, bëhen testet gjenetike dhe mund të parandalohen raste tjera. Kështu, fatkeqësisht, ata të ndjirt e marrin me vete edhe problemin edhe atë mbeten enigmatike. Kështu që duhet autopsia, duhen testet gjenetike, tash ka mundësi në laboratore të ndryshme edhe tek ne të bën testet gjenetike, të cilat janë të rëndësishme për identifikimin, sidomos aty në sëmundjeve që i përmenda në fillim, që mund të jenë gjenetike, aritmit, kardiopatit e tjera. Doktor Arlind, ju i përmendet disa prej sëmundjeve kronike të cilat na shoqërojnë dhe të cilat direkt ndikojnë në sëmundjet e zemrës, por do doja të lidhesha te sëmundjet e gjandrës tiroide që goxha lidhen edhe me probleme të ndryshme të zemrës, sidomos Hashimoto ose të tjera. Hipertiroza, Hashimoto, Basedoj. Këtë gjitha shumë probleme endokrinologjike mund të manifestohen në sistemin kardiovaskular, sepse këto ndërlidhen me proceset metabolike. Shumë pacientë ju përmend Hashimoton, kemi numër të konsiderueshëm të pacientëve që kanë Hashimoto, apo edhe hipotiroz, e të cilat kanë probleme zvogluar të hormonave të tiroidës. Te këta mund të manifestohen kuadri sistemit kardiovaskular me traura të ngadalta të zemrës, disa prej tyre mund të kenë edhe hipertension, kjo është pak paradoksale, që lidhet me një mekanizëm që nuk e kisha ngarku auditoriumin, po mund të kenë lodhje, plagështi, shpeshherë atribuohet për gjumje, sëmundjeve të zemrës, dhe imronjër të kardiologu, për shkak të kësaj lodhje, mandej me një analizë thjesht laboratorike, zbulohet që kanë hipotirozë, dhe ata duhet të vazhdojnë trajtimin nga endokrinologu, por nuk është që mund të shkaktojnë ndonjë komplikim drejt për drejt kardiovaskular, përpas rasteve kur kemi të ashtu perikardit, ku mbledhet një sasi e lëngut në qeskën e zemrës, atëherë bashkëpunim me kardiologun, trajtohet pacienti. Mandej kemi rastet e kundërta, të pacientët që kanë hipertirozë, që kanë prodhim të shtuar të gjendrës tiroide, të këta manifestime mund të jenë përmorë të takikardive, edhe aritmive, si fibrillacioni atrial, që në këtë rast mund të komplikohen me ngjarje tjera kardiovaskulare, me formimin e tromëve, të cilat mund të shkaktojnë ngjarje edhe në sistemin nervor qendror, prandaj këtu duhet një fokus i veçantë, nëse këta pacientë kanë fibrillacion atrial, atëherë duhet të trajtohen edhe nga ana e kardiologut, përveç optimizimit të terapisë nga ana e endokrinologut. Po, me qëllim edhe të pyeta, sepse është një zinxhir që
i pashmangshëm që ndërlidhen. I gjithë organizmi jonë në fakt është një zinxhir, të cilat organi dhe ndërlidhuna dhe shumë sëmundje që janë edhe jo kardiake mund ta kenë manifestimin edhe kardiak. Kemi raste edhe me anemi të cilët lajmërohen tek ne për shkak të një takikardie që kanë si kompenzatore, prandaj pacientët duhet i trajtojmë si tërësi shumë kështu, jo vetëm më fokusu në sistem kardiovaskular. Pa dasht me i shqetësu kategorinë e pacientëve që po du me i përmend, por gjithsesi ti përmendim në mënyrë që vëdësimit sa më të lartë të çdo aspekti, janë gratë shtatzana ato që në muajt e fundit të shtatzanisë rritet lodhja e tyre për shkak të shumë ndryshimeve. Edhe shumë shpesh ka raste kur pikërisht në këtë fazë diagnostikohen sëmundje të ndryshme të zemrës, të cilat kanë qenë, siç e tha ti, të heshtura ose të injoruara, të neglizhuara. Shumë e vend kjo pyetje Saranda, kemi raste ku gratë kanë kalu një pjesë të shtatzanisë, nuk kanë qenë ndjeni për sëmundje ekzistuese të zemrës, edhe në kohën kur fillojnë mu aktivizu mekanizmat adaptiv fiziologjik për shkak një gjendje tjetër që është shtatzania, atër mund të dalin në pa në sipërfaqe edhe problemet kardiovaskulare. Por mund të ndodhin edhe ngjarje të reja kardiovaskulare të kjo kategori. Pikërisht për shkak disa faktorëve, edhe këto gjenetikës nuk mund të ikim, edhe këtu mund të ekziston një predispozitë gjenetike që në shtatzani mu lejmëra ashtu quajtura kardiomiopatia peripartale, e cila ndodh gjatë shtatzanisë. Kjo është një gjendje ku pacientja në muajt e fundit fillon me pas vështirësi në frymëmarrje, lodhje të tepruar, pamundësi me bë aktivitet normal fizik, dhe kjo atëre i detyron të lajmërohen te ginekologu, pastaj ginekologu i drejton tek kardiologu, edhe jo rrallë zbulojmë sëmundje zgjerim të zemrës me ulje të funksionit, prandaj duhet filloj trajtimi. Fillohet në shtatzani? Fillohet me medikamente të cilat nuk e dëmtojnë frytin. Pastaj pas lindjes fillojmë i optimizu terapinë për pamjaftueshmëri të zemrës, dhe shumë shpesh kemi rikuperim të zemrës dhe rikthim të funksionit normal pas disa jave. Prandaj nëse trajtohen me kohë mund të shërohen plotësisht nga këto sëmundje. Por edhe këtu duhet një fokus i veçantë para se mi fillu planifikimi për një shtatzani. Të gjitha gratë që në djeni që mund ta keni problem kardiovaskular, apo veç e di, duhet ta marrë një mendim ka kardiologu për planifikim të shtatzanisë, kuptohet, dhe për mënyrën e lindjes, nëse duhet të kryet lindja me rrugë normale apo cezariane. Sepse e kuantifikohet çdo herë lindja normale, kuptohet. Në rastet e gjendjes më kritike. Te rastet më kritike, lindja cezariane kishte pas me qenë më e përshtatshme, në formë që mos mu përkeçsu pacientja gjatë lindjes me rrugë normale. Tashme që jemi në këtë zonë të temperaturave të ulta, ajrit jo shumë të pastër, madje shumë të ndotur, me e thonë lirisht, shumë shpesh ftohje të ndryshme janë prezente. Edhe janë disa medikamente që i përdorim edhe për vete edhe për fëmijë, sidomos kur kemi ftohje në mushkëni, ose tash po i përmendje emrat e medikamenteve, por që na shkaktojnë aritmi edhe marrëmendje të pashmangshme. Sa mund ta dëmtojnë zemrën nëse përdoret shpesh si medikament? Këto e kryesisht ato sprejat që përdoren, inhalatorët, dekongestiv, për ku të nxjihen hund, pseudoefedrin, efedrin, mandej janë që po përmendni inhalim ventolini, bronkodilatatorët. Këto nuk shkaktojnë dëmtime, vetëm shkaktojnë efekte kalimtare. Formë të takikardisë, aritmisë, të disa individ. Po duhet të kemi kujdes te pacientët cilët kanë hipertension apo sëmundje preekzistuese, të përdorimi këtyre dekongestive, sepse mund të shkaktojnë, mund të prodhojnë kriza hipertenzive, sepse mund të rritet shpejt dhe menjëherë tensioni arterial, të shkakton probleme, prandaj gjatë këtyre periudhave të gripeve virale, të sëmundjeve virale, duhet të jemi
të kujdesshëm me këtë kategori të pacientëve. Do të thonë, nuk është shqetësim serioz ajo pjesë, po është simptom kalimtare, po prapë është vetëm është kalimtare, nuk shkakton dëmtim të pakthyeshëm të funksionit të zemrës apo të sistemit përçues. Po. Sepse është goxha shqetësuese, ata që e kanë provu e dinë sa e jep një shqetësim, po është don me dal zemra prej gjoksit që themi na në po. Është tipike të shqytar palpitacione që quajmë ne, po është kalimtare. Është kalimtare dhe as pak shqetësuese. Normalisht nuk bën me abuzu jo me këto, po me asnjë lloj medikamenti, sidomos pa rekomandimin e mjekut. Absolutisht. Çdo me rekomandimin e mjekut, çdo medikament që merrni. Absolutisht që po. Në ndërkohë jemi ende popull që rekomandohemi nga familjarët. I kish bë mirë vllaut një tablet për sqipirrej zemra shpejt, e marrë dhone. Domethënë hala referohemi në këtë mënyrë. Fatkeqësisht, nuk mund të ikim realitetit. Sa është pjesë e dëmshme e shëndetit shoqërisë tonë kjo? Kjo është e dëmshme dhe rrezikshme. Nëse marrim medikamente të cilat nuk për zemrën e dikujt janë të mira, po jo. Përshkruar nga mjeku nga një vlerësim paraprak. Po. Sepse terapia është individualizuar, e personalizuar, prandaj duhet një mendim nga profesionisti pas një vlerësimi profesional, as me telefon, as me Viber, shpesh e kërkojnë rekomandime përmes platformave Viberit e tjera për medikamentet që duhet t'i marrim, por duhet një vlerësim i pacientit, klinik, për me marrë një vendim për me përshkruar një medikament që ka substancë aktive, sepse këto medikamente kanë një substancë aktive që kanë një veprim që mund të ketë edhe efekte anësore. Këto medikamentet që i përmende për ulljen e të rrahura, mund të shkaktojnë efekte të rënda anësore, mund të shkaktojnë pacientit blok, mund të bëhet pacienti për pacemaker, nëse i merr në mënyrë të pakontrolluar dhe të papërshkruar nga mjeku. Po. Edhe një tjetër kategori që unë mundohem krejt pyetje doktor Alen me të zgjidh ka pak prej shqetësimeve të audiencës, të përditshme tona që na ndodhin, e sidomos juve që e përballeni çdo ditë me pacient. Një tjetër kategori e pacientëve që janë goxha në numër janë që kur njihen pak më mirë, o e nalin terapin, o e zvoglojnë dozën sepse po njihna më mirë. Sa mund ta rikthej problemin nga zero ky akt? Kjo është një problem që na ndeshemi çdo ditë me pacienta. I rregullon yndyrnat, i ndërprejnë statinat, medikamentet që ulin yndyrnat, çka është e rrezikshme dhe dëmshme për pacientin sepse mund ta rikthej edhe rikthen problemin në pikën 0 edhe vështirëson atëre trajtimin edhe procedurën drejt tek rikuperimi i pacientit. Ai që ka rregullim të yndyrnave, rregullimi i yndyrnave nuk ka lënë me një dozë 1 mujore të medikamenteve, por terapia duhet të jetë e përhershme dhe ndërprerja terapisë për tension gjakut apo hipertension, për yndyrna e tjera është e dëmshme, përveç nëse rekomandohet nga mjeku për shkak të një efekti anësor që mund të paraqitet ndërkohë. Po asesi të marrin vendime vetë. Asesi të marrin vendime vetë pa rekomandimin e mjekut. Një person me probleme të zemrës sa herë në muaj duhet ta vizitoj kardiologun e tij për të menaxhuar situatën? Kjo varet shumë nga gjendja që ka. Nëse është një pacient me smundje që veç të njohur, ka vendosur stent, ka një kardiomiopati e tjera, mjaftojnë vizitat periodike brenda 3 muaje, 4 muaje deri në 6 muaj. Pacientët që kanë faktor të rrezikut e që bojnë depistime, screening, pa ankesa, mund të bëjnë vizita periodike një vjeçare, brenda 2 vjete, varësisht a identifikohen ndonjë shkaktar ajo. Nëse nuk kanë dislipidemi, s'kan hipertension, nuk kanë faktor të rrezikut tjera, nuk janë doanpirës e tjera, atëherë vizitat mund të bëjnë në perioda më të gjata. Jemi në fund fare dhe patjetër që një prej fakteve më të shpeshta që e kemi dëgjuar, sidomos të ditë sa thashë kanë qenë aktuale lajmet për smundjet e zemrës, kanë qenë edhe sindroma e zemrës së thyer. Edhe zakonisht thuaj në studime që më shumë i prek më shumë ose i vetëm femrat. A nuk kupton kjo që burrat s'kan zemër? Është një ndër smundjes që nuk i privilegjon gratë në këtë rast, sepse i prek më shumë. Na përmendëm më herët, është një gjendje ku
një stres i fuqishëm, i shkakton zemrës një dëmtim nga ato katekolamina që i quajmë na, që emiton një gjendje si infarkti akut i miokardit, me dhimbje të gjoksit, me srregullime të ritmit, me frymëzënie, e që zakonisht këto pacientë i kemi gratë, se ata kanë një histori që kanë pas një pikëllim të thellë, e që duhet të trajtohen dhe kryesisht është e trajtueshme dhe rikuperueshme. Si problem. Nuk mund të përfundojmë me fatalitet. Broken heart syndrome, sindroma zemrës thyer, ndryshe në komunitetin kardiologjik quhet si Takotsubo kardiomiopati, sepse zemra e ha një formë që i përngjan Takotsubos. Enës së njohur japoneze. Një losë djemë mos me i thy zemrat vajzave. Edhe unë kam një lutje të veçantë, të jenë të kujdesshëm me gjininë e bukur. Me zemrat e vajzave, sepse ka një zemër të butë dhe të ndihshme dhe me mundësi të thyerjes. Doktor Arlind, ka shumë kënaqësi me të pa studio dhe me marrë përgjigjet profesionale për disa prej problematikave që mund na dërgojnë deri në një vdekje të papritur. Faleminderit shumë për ftesën. Ju presim. Dhe çdo herë i gatshëm për këshilla të lidhen me shëndetin kardiovaskular. E vlerësojmë shumë, faleminderit shumë. Dashur miq, kemi qenë këtu së bashku me kardiologun doktor Arlind Batalli, me cilin kemi folur për smundjet e shpeshta të zemrës, të cilat shumë shpesh mund të përfundojnë me fatalitet. Unë e di që keni ndëgjuar shumë shpesh kur për persona kanë ndruar jetë gjatë kohës sa kanë qenë gjumë, gjatë kohës sa kanë vëzitur, gjatë kohës duke punuar, duke ecur, e në situata të ndryshme në fushë të futbollit, në aktivitetet të ndryshme. Dhe kjo nuk është një smundje që ka ardhur aty për aty, dhe siç e shpjegoi edhe doktori, që ju rekomandoj nëse nuk e keni pa intervistën të plotë, e gjeni në YouTube, në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok, të plot dhe të merrni mendimin profesional, këshillat profesionale dhe të gjitha ato tikat e rëndësishme për ngritjen e nivelit të vëdësimit rreth shëndetit të zemrës tonë. Ndërsa tani po shkojmë së bashku në spitalin e përgjithshëm Rezonanca 2, aty së bashku me doktorin Arsim Elezaj, otorinolaringolog. Kemi folur për bajamet dhe largimin e tyre deri tek simptomat e mundshme të cilat një pacient duhet t'i largoj ato për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore dhe për shkak të efekteve anësore të dëmshme që mund të kenë në organizmin tonë nëse nuk i largojnë.